Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të dytë. Do të kemi të ftuar një të re, e cila tashmë është përfshirë në politikë. Kemi parë në fakt një fenomen goxha të rëndësishëm gjatë kësaj periudhe, le të themi, fushatash duke afruar, ka nisur praktikisht edhe zgjedhjet janë pranë. Dhe kemi parë shumë të rinj të cilët janë përfshirë në politikë me dëshirën për të bërë gjëra të mëdha, për të bërë ndryshime, për të sjellë një frymë të re. Dhe në fakt e tillë është edhe vajza që do të vi pas pak në studio, të cilën ne do ta mirpresim me shumë kuriozitet për ta njohur më tepër. Ajo është pikërisht nga ata të rinj të cilët vinë nga diaspora dhe që kanë vendosur gjithçka, kanë akumuluar gjithë njohurinë, gjithë bagazhin, gjithë ëndrat, entuziazmin e tyre pikërisht për ta sjellë në Shqipëri dhe për të dhënë kontributin e tyre për ta bërë Shqipërinë edhe më të mirë. Në rrugën drejt zhvillimit pa diskutim kjo është ëndra e çdo shqiptari në fakt, kudo është, si shqiptarët që jetojnë në Shqipëri, si gjithë shqiptarët kudo ku janë në mbar botën. Shqipëria të zhvillohet dhe të ecë përpara. Është një vajzë e cila vjen nga Belgjika, ajo ka përfunduar studimet jashtë vendit. Do të flasim më shumë kur ta kemi në studio, por ndërkohë për ta njohur më tepër, unë dua ta mirpres menjëherë në studio. Vjen Loranca Hoxha, e presim. Loranca, mirë se erdhe. Faleminderit që je këtu. Me iPad me vete, shumë profesioniste. Faleminderit që je këtu. Ti vjen nga Brukseli, në fakt, sepse ke jetuar atje, po për të lindur ku ke lindur? Edhe në Bruksel. Edhe për të lindur ke lindur në Bruksel, pra është lindur, rritur në Bruksel, shqiptare, e cila ka vendosur të vinë në Shqipëri për të dhënë kontributin e saj këtu. Jam shumë kurioze të të njoh edhe mezi po pres që të ulemi. Faleminderit që je me ne. Faleminderit. Loranca, edhe emri, kush ta ka vënë emrin? Mami, Loranca. Ishte herë e parë që dëgjoja emrin tënd? Edhe unë, me thënë drejtën, edhe tani se ka askush tjetër në fakt emrin tënd? Edhe tani që po merrem me fushat, e kuptoj që është shumë ndryshe edhe e vështirë për të thënë, sepse gjithmonë më ngatrojnë me Lorenca, Florenca. E ngatrojnë, por ata mësojnë. Po është Loranca. Është Loranca dhe unë uroj suksese në gjithë sipërmarrje që ti ke marrë, edhe patjetër modeli yt edhe modeli i shumë të rinjve të tjerë që kanë ardhur nga diaspora për të kontribuar këtu, pa diskutim që është i vyer dhe shumë i rëndësishëm për Shqipërinë tonë. Për ta njohur më tepër Lorancën, kemi përgatitur një material prezantues, një profil. Le ta ndjekim profilin e saj dhe kthehemi në studio. E lindur dhe e rritur në Bruksel, Loranca Hoxha është një nga të rinj që ka vendosur të rikthehet në vendlindje për të dhënë kontributin e saj. Jeta në zemër të Europës i ka dhënë shumë mundësinë të njohë nga afër funksionimin e shoqërive dhe ekonomive perëndimore, duke ndikuar në formimin e saj profesional dhe vizionin për të ardhmen. Studimet i ka kryer në Angli, ku është diplomuar për biznes ndërkombëtar në Sussex University, ndërsa ciklin e dytë të studimeve master e ka përfunduar në marketing, strategji dhe inovacion në Case Business School London. Gjatë karrierës së saj profesionale, ajo ka punuar për më shumë se 3 vite në Londër në agjenci të ndryshme marketingu, B2B, duke ndërtuar dhe zbatuar strategji të bazuara në nevojat dhe kërkesat e grupeve të ndryshme të interesit. Angazhimi i saj në politik nuk është i rastësishëm. Vjen nga një familje me traditë në këtë fushë, pasi babai i saj, Shkëlqim Hoxha, ka qenë i angazhuar me Partinë Demokratike, duke ndikuar edhe në formimin e saj politik. Tani, Loranca Hoxha synon të sjellë një frymë të re dhe një vizion modern për Shqipërinë, duke kandiduar si deputete për Tiranën në listat e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit. Ky ishte profili i Lorancës. Loranca, atëherë ti më trego pak edhe një herë në mënyrë të përmbledhur historinë tënde, se ishte shumë interesante. Lindur e rritur në Belgjik, studimet i ke bërë në Angli, për biznes ndërkombëtar apo jo? Biznes ndërkombëtar. Studiuar dhe ndërkohë ke vendosur të vish në Shqipëri. Po, do të thonë, jam lindër në Bruksel, siç e that, pastaj kam ikur në Angli për studimet. Mbarova për biznes ndërkombëtar, bëna master in marketing në Londër, pastaj punova edhe 3 vjet në një kompani amerikane për marketing për firmë teknologjie. Unë me thënë drejtën gjithmonë e kam ditë që do kthehem. Ka qenë thjesht çështje kohe. Vërtet, ë? Po, sepse mendoj që çdo shqiptar që jeton jashtë, që është lindur dhe rritur jashtë, ka një ndjenjë malli që e ka gjithkohës me vete. Edhe mendoj që vetëm një person që është lindur dhe rritur jashtë e kupton. Edhe nuk ka qenë kur një vendim, ka qenë thjesht një çështje kohe. Vetëm se unë duhet të të komplimentoj së pari për Shqipen. Faleminderit. Le kaq rrjedhshëm, sikur ke jetuar praktikisht këtu. Faleminderit. Bravo prindërve. Do të më thënë, ke ardhur edhe shpesh, do ta kesh vizituar Shqipërinë her pas here. Po, normal që kam ardhur shumë shpesh, kam qenë gjithmonë shumë e lidhur me Shqipërinë. Po e vërtet që gjua ime e parë është frëngjishtja dhe anglishtja, duke qenë që kam qenë jashtë.
por prandaj kam disa probleme, po... Jo, e flet rjes shumë. Shumë faleminderit, shumë Shumë faleminderit. mirë. Ke vendosur të vish në Shqipëri. Po. Ma shpjego pak të dëshirën për të kthyer vendimin, momenti kur ishte ai çasti që kur e kuptove që tani është koha, ka ardhur koha, unë do ta ndërmarr këtë hap dhe do të rikthehem në vendin tim. Siç thash parë, është një kam pas gjithmonë këtë ndjenje malli, edhe ishte thjesht një çështje kohe. Po kur fillova, domethënë shqetësimi filloi kur fillova duke kuptuar që Shqipëria u dukte e kuruar, e bukur, për në fakt kishte shumë probleme. Edhe duke qenë që jam rritur në sisteme që funksionojnë, e kam parë sisteme që funksionojnë dhe potencialin që ka Shqipëria, më erdhi natyrshëm me u rikthy një moment edhe mu angazhova drejt për drejt në politik. Në fakt fillova duke marrë pjesë në forumin rinor e Partisë Demokratike. Bas kësajt kam qenë dhe pjesë e shtabit elektoral e fushatës Belin Killiqit, kur ishte përkryetar bashkie, ku morem me TikTokun. Me rrjetet sociale. Po, me rrjetet sociale, po më shumë me TikTokun e ko. Edhe, po, ishte thjesht një thirrje brëndshëm, edhe thjesht e din, tani është momenti jotë. Dhe ti dëshiron që të vish tu, dëshiron që të zhvendosësh të jetosh në Shqipëri, apo jo? Po. Tani jam këtu, do rri këtu, edhe shpresoj shumë të jemi zëri gjithë të rive, edhe të ndryshojmë gjojnë. Çfarë do doje ti të bëje më mirë, të bëje ndryshe? Tani, jam angazhu me kriju lidhje më të forta me diasporën, që të ri që studion jashtë dhe të ri që kanë ndejtë këtu në Shqipëri, të kenë një bashkëpunimi me njëri tjetrin që të ndihmojmë e të zhvillohemi më shumë. Si politikan të ri, kemi një borxh të madh me rinin shqiptare dhe veten. Kushdo që merr një mandat me 11 maj, duhet kuptoj që ka përgjegjësinë të madhe me vërtet ndryshime të nevojshme këtij vendit. Duhet krijojmë mundësi reale për të rinjt, duke investuar në arsim, punësim, edhe kushte që më vërtet i ndihmojnë me u zhvillu, edhe që mos ikin më jashtë, siç kam pas, do me thonë, jo unë prindrit e mi, për nevojë me ik, se nuk i del mundësia me u zhvilluar këtu. Ndaj për mua nuk është thjesht një kthim fizik, është më shumë një mision për të sjellë ndryshime pozitive këtu. Bukur. Ndërkohë, nga jetesa atje në Belgjik, nëse do ta krahasoj, ke jetuar ndërkohë për periudha të gjata në Shqipëri, cila ka qenë periudha më e gjatë që ti ke qenë në Shqipëri? 2 muaj, ka qenë periudhë vere, që ti vije. Dhe çfarë dalloi ti ndryshe? Çfarë sheh ti në Belgjik ose në Angli, aty ku ke bërë ti studimet? Edhe do doja që edhe këtu të ishte njësoj. Çdo gjë, institucionet, sistemet, gjërat më bazike si funksionimi i gjithë sistemeve që kemi këtu, për shembull, probleme më të dukshme që kam parë ku kam ardhur këtu, ka qenë transporti publik, ku për shembull, unë gjithë jetën time në Angli dhe në Belgjik kam përdorur transportet publik. Këtu është e pamundur, është e papërdorshme në fakt. Janë bingarkume, janë orarët që nuk respektohen kurrë, janë kushtet pa sigurie, është i papërdorshme. Pastaj ka qenë dhe kërkese për apartamente me qera. Këtu, çmimet janë shumë më të larta se sa mundësitë reale ekonomike të shumicave të njerëzve këtu, dhe ka arrit në një nivel të papërballueshme, duke bërë të pamundur me jetu në Tiranë për shumë njerëz këtu. Edhe duhet një ndërhyrje direkte në sistemin e tatim taksave, që ta bëjmë më të lehtë dhe më të mundur për çdo qytetar të jetojë në Tiranë. E qartë. Dalja jote e parë televizive është kjo apo ke pasur edhe dalje të tjera? Është e dyta. Është e dyta. Që edhe ky ligjërimi publik, le të themi, është në fazat e testimeve të eksperiencës së përmbulluar, për cilën ti pak nga pak do ta akumulosh. Po unë në fakt jam goxha oratore, më thon drejtën. Po besoj e kam pak gaxhuar nga emocionet, gaxhuar, po do mbi. Jam e sigurt për këtë. Edhe të uroj suksese. Më thuaj diçka, ka shumë të rinj shqiptar në Bruksel me cilët ti ke pasur kontakte? Po, në Bruksel ka shumë, dhe në Angli ka shumë. Kam pasur shans të flas, edhe si që thoja, besoj që njerëz që janë lindur dhe rritur jashtë e ndjejnë këtë mall, edhe janë ndoshta dhe më patriotik, jo ndoshta më patriotik, por janë dhe shumë patriot,
Kështu që po, kam pas, dhe kur kam qenë vogël, kam qenë dhe një shkollë për të mësu Shqipën. Në Bruxelles? Po, kështu që kam pas gjithmonë kontakt me shqiptarë, plus kam pas familjen atje, edhe po. Baba yt ndërkohë gjithashtu ka qenë i angazhuar në Partinë Demokratike vite përpara dhe më pas ka qenë ai që është vendosur edhe ju gjithë familja. Si ka ndodhur? Jo direkt, do të thënë, babi është kthyer shumë më herët, pastaj ne kemi vazhduar gjithë rrugtimin tonë, kam mbaruar studimet, kam në Angli, edhe unë jam rikthyer para 2 vite, kështu që... E qartë. Kështu që ti vendose të ecësh në gjurmët e babait tënd, apo jo? Ka qenë ai modeli që të ka frymëzuar për të marrë ndoshta me politikë? Do të thënë, je rritur me këtë ide në shtëpi që do të merresh një ditë me politikë, apo tani që u rrite duke parë ndoshta duke vëzhguar në udhimet e tua këtej, doje që të përmirësoheshin plot gjëra? Unë jam rrit me Partinë Demokratike. Ka që pjesë e tavolinës që kur kam hapsyt më duket. Kështu që, po, do me thënë, ka ndodhë kështu, për me thënë drejtën gjithë kohës kanë që dhe në drejtim me vlerët e mija. Vlerët e familjes, vlerët e kombit, vlerët e zotit, kështu që për mu ka qenë thjesht e vetëmi drejtim edhe që doja të mere, pavarësisht që jam rritur më këtë frymë. Kështu që po, ka qenë evident. E qartë. Më trego pak, ka shumë të rinj të cilët janë angazhuar tashmë në politikë, me cilët të takojni, bisedoni, flisni? Kur u kthema në Shqipëri, para 2 vjet e gjys, kur mora pjesë të forumi rinor, ishen të departamente marrëdhënieve të jashtë, edhe ishem një grup që ishem gjithë të studiuar jashtë, rikthyer për këtë punë, për të pru kontributin ton, edhe për të renforcu. Kështu që ka shumë, më shumë se sa mendoje më thënë drejtën. E qartë. Nëse një ditë, se sigurisht ti e re dhe pa tjetër do duhet të bësh rrugtimin tënde dhe përvojën tënde dhe në politikë, po nëse do të kishe në dorë të ndryshoje konkretisht disa gjëra, në nivel kombëtar, pra në gjithë Shqipërinë, le të themi, çfarë do doje ti të ndryshoje? Unë do doja që për shembull 70% e punojësve që hikin sepse janë në pension të zëvendësonin me studente ekselente, që të ndihmonin më rinin. Pastaj, do doje që të kishim një dhomë avokatie të ofrueshme për çdo të rit nën 30 vjeç, me shërbim falas, që të ketë mundësi të ketë ndihmë për çdo gjë që është pak administrative, për çështje civile, e të ketë mbështetje, si ashtu një dhomë tregtie që të ndihmoj me letrat ose procesi për të hapë një biznes për nën 30 vjeç, edhe kjo. Sepse, për shembull, edhe unë, duke ardhur në Shqipëri, nuk jam rritur këtu, nuk do të dije ku do filloje. Edhe mendoj që kjo do të ishte një mbështetje mirë. Dhomë tregtie ka, për çfarë e ke fjalën konkretisht? Nëse, për shembull, nuk e di nëse një dhomë tregtie që është një shërbim falas për të ndihmuar çdo të ri nën 30 vjeç. Ke fjalën për shërbimin. Po, për shërbimin. Po që thjesht ti drejtoj të rrit që të duhet kjo, duhet shkosh në këtë, duhet shkosh këtë, edhe thjesht jetë shoqëror gjatë procesit, ose tjetë dhe një vend ku mund të takosh tjerët, si networking space. Si një rjetë. Po, si një rjetë. Do dojë edhe shumë që të hiqte taksa tatim fitimit për njerëz që japin me qira apartamente për studente, për shembull, se si që thash fokusi im kryesor është rinia, edhe duke qenë që jam dhe unë vetë e re, po mundohem... Ti i ndjerë dhe kupton të cilat janë problematikat që ata kanë. Kurse nisma ime për diasporën, do të ishte një ambasad qeveritare për diasporën, në një platformë digjitale, tjetë një portal i dedikuar për të ardhur në ndihmë çdo shqiptarit të diasporës, duke ofruar mundësin të thjeshta dhe të shpejta për të aksesuar shërbime dhe mbështetje. Kjo do t'jetë një mundësi e shkëlqyer për gjithë ata që jetojnë jashtë vendit dhe që kanë nevojë për shërbime administrative, ndihmë ligjore, informacione për mundësi investime, edhe t'jetë 24/7 e lirë. E qartë. Më thuaj pak, ke pas një model për sa i përket gjinisë femrore, grave, le themi, në politikën shqiptare, se besoj që hero yt është baba yt, dhe ti je frymzuar nga ai, do të ecësh në rrugën e tij, ndoshta e ke edhe atë mentorin më të rëndësishëm të jetës tënde, që të ka orientuar edhe të ka këshilluar. Ke një model të grave në politikë?
Josefina Topalli. Josefina Topalli. E kam shumë pikë dobet. Vërtet pse? Se është tipik kjo grua e vërtet, e fort, e ditur, me një prezencë, do me thonë, flet kur duhet, flet mirë, është fiks shembulli në politikë që do doja të ndjekja. Ti aktualisht je pjesë e listave të në qarkun e Tiranës, kështu që keni filluar intensivisht nga puna, apo jo? Po. Zona ime kryesore është Rogozhina dhe Kavaja, edhe gjithë qarku të Tiranës, normalisht. Kemi filluar shumë intensivisht, jenë takime, nga që është dhe qarku i madhë duhet lëvizësh pak, për është një eksperiencë shumë e bukur. Edhe qenë ka shumë ndryshe kur e bë për vete, për shumë bukur. Pa tjetër, është përgjësi më e madhe. Planet e tua më pas, cilat do t'jenë, pas të përfundojnë këto zgjedhje? Gjithmonë në varësi edhe të rezultatit. Pushtet, pa pushtet, deputete, pa deputete, unë fokusi im tani është rinia. Do më keni prezent gjithë kohës. Pra ti do t'jesh, pra kontributin e ke vendosur do t'jesh. Do t'jem zëri rinis me vërtet, diasporës, rinis. Nuk ka rëndësi që ndodhë, bas 11 maj, unë këtë gjënë do t'a bëj, e kam mision, e kam mision. Edhe unë të uroj shumë suksese, dhe të falenderoj që ishe këtu. Jam e sigur që në çdo interviste të tjera që do të kesh rrugës, do të kesh mundësi të ndash edhe shumë gjëra të tjera, nga qëllimet e tua, nga arsyeja pse ti je angazhuar në politik, të uroj suksese edhe të kesh mundësi të bësh gjëra që dëshiron vërtet të përmirësosh. Faleminderit që ishe këtu. Faleminderit. Faleminderit. Ne kemi publicitet, kthehemi pas pak.